Në administratë unë kam qenë që sa mbarova shkollën. Kam punuar për Ministrinë e Mbrojtjes për 4 vjet në sektorin e integrimit në NATO, kështu që në një farë mënyrë administratën e kam njohur shumë herët. Më pas kalova në organizata ndërkombëtare, që do thotë që shtetin e kam parë edhe nga jashtë, politikën e kam parë edhe nga jashtë. E kam parë edhe nga raportet e brendshme të vlerësimit, e kam parë edhe nga kritikat që janë bërë jo vetëm në letër, po edhe në diskutime. Tani, administrata sigurisht që ka komponentin teknik. Në administratë nuk je shumë i ekspozuar, merresh me çështje që janë shumë konkrete, shumë teknike, të cilat duan ndjekje të vazhdueshme, patjetër që kanë një përgjegjësi shumë të lartë, se je duke folur për tema të rëndësishme, por nuk je i ekspozuar publikisht dhe nuk je ekspozuar në një debati publik. Pra e ke më të kufizuar pjesën e presionit që të vjen nga jashtë. Politika është arenë, është skenë. Në politikë, sidomos në jetën parlamentare, je i gjithkohës i monitoruar. Dhe çfarë do lloj fjale që do thuash, duhet të kesh parasysh të kesh atë radarin 360 gradë për të kuptuar se si do rezonojë kjo tek çdo njeri që do të dëgjojë, cilat janë temat që do përmendesh, pra nuk është vetëm çështje teknike, po është përkthimi i këtyre çështjeve për veshët e njerëzve. Unë politikën e kuptoj si diçka që pasqyron nevojat e njerëzve dhe jo si qëllim në vetvete. Salla e Kuvendit patjetër që ka energjinë e vet, është një sallë e madhe e përbërë nga shumë njerëz të cilët konsiderohet të jenë njerëzit që marrin vendimet për vendin, po edhe si një teatr. Pra, kur ti je aty brenda, arrin të kuptosh pak dinamikat, edhe duke qenë edhe në profesion psikologe dhe me një pasion shumë të madh për të observuar njerëzit, dita e parë që të them të drejtën ka qenë patjetër një perceptim i një salle të madhe me energji, po ka qenë edhe një zbulim sepse aty kuptova që do të kisha mundësinë të shikoja nga afër se si funksiononte politika, se si ishin dinamikat, se si reagohet në momentet të caktuara. Kështu që këto 6 muaj kam arritur të mpreh pak edhe shqisat për të kuptuar se kur një temë është reale, kur një temë është artificiale, kur dikush po thotë të vërtetën dhe kur dikush po luan teatr. Pra është një si më thon, një ambient edhe për të eksperimentuar pak dhe për të kuptuar më në thellësi politikën. Sigurisht që duhet ketë emocion, bile nga njerëzit thotë që kishte emocion në fjalim, po unë vlerësoj shumë dikë që ka emocion përgjithsisht në punën që bën, se do të thotë që e merr me përgjegjësi. Do të thotë që realisht ndjen diçka për atë që është duke bërë dhe nuk po e bën në mënyrë robotike. Fjalimi im në fakt u fermentua për një kohë gjatë, sepse unë nuk munda të flisja dot në seancat e para parlamentare. Ju mbani mend shumë mirë që kanë qenë betejë të përgjakshme politike, në mendimin tim edhe të sajuara artificialisht në fakt, gjë që na bëri të humbisnim shumë kohë. Fjalimi im i parë ka qenë një tribut për drejtësinë, dhe jo më kohë e zgjodha që ta vendosja stekën tek pjesa e atributit të drejtësisë, sepse unë mendoj që njerëzit kanë nevojë për njerëz të përfaqësojnë për politikan, të cilët e kanë politikën si ndërgjegje. Dhe drejtësia është manifestimi më i mirë për ta bërë këtë gjë. Kështu që ishte një moment kur jam kthyer në vend pas fjalimit, nuk më duke jo sikur ecja, po sikur isha duke me fjalë duke fluturuar mbi sallë, sepse isha shumë e lumtur që e dhash këtë fjalim, po ndërkohë adrenalina më kishte plotësuar të gjithën. Ne duhet të jemi shumë koshient që përpara se sa reforma në drejtësi të ishte në fuqi, nuk kemi patur ndërshkueshmëri në nivelet e larta. Madje njerëzit nuk kishin as besim, madje edhe politikanët vet, pra pjesa e mirë e tyre nuk kishte besim që do të vinte një ditë ku goditja do të shkonte shumë lart. Dhe
është e qartë që fakti që ne kemi goditje të nivelit të lartë në politikë, në të gjitha kahet e politikës, vjen pasi ne ngritëm drejtsinë e re, pasi patëm një pavarësim të drejtësisë nga politika, sepse dhe kjo është diçka që ne anashkalojmë dhe nuk e themi. Deri në momentin e reformës në drejtësi, politika ishte, si me thënë, emërtuesja e drejtësisë, duke qenë se vendimi final merrej nga entitete politike. Sot drejtësia është pavarësuar dhe ka autonominë e vet për të funksionuar. Kjo solli patjetër edhe mprehjen e shpatës dhe mundësinë për të goditur nivelet të larta. Tani, perceptimi me realitetin sigurisht që han debat, por është e rëndësishme që të themi diçka. Duhen në radh parë të gjitha çështjet, të gjitha temat, të gjitha personalitetet që tani më po lakohen nga drejtësia. Dhe mendoni se sa e vështirë do të ishte nëse ne nuk do të kishim këtë formacion të drejtësisë. A ka debat dhe diskutim për mënyrën se si po zhvillohet ky proces? Patjetër që po. Ka nevojë për standardizim, ka nevojë për një lloj kalibrimi të drejtësisë. Unë di që njerëzit janë të etur për drejtësi, të gjithë ne në një farë mënyrë jemi të etur për drejtësi. Nga ana tjetër, sigurisht që është e rëndësishme të shënojmë rezultate, por këto rezultate duhet të jenë me standarde, sepse nëse duam të kemi një drejtësi europiane, patjetër që duhet të kemi dhe mekanizmat check and balance. Por unë besoj që perceptimi e tekalon pak realitetin dhe jam e bindur, ashtu siç edhe statisticianët e dinë shumë mirë, që kur ka më shumë raportime, nuk do të thotë që ka më shumë raste, do të thotë që ka më shumë besim. Shiko, unë nuk dua ta quaj vot të dyshimt, sepse çdo vot është e rëndësishme që të ketë dy element. Në radh parë bindjen e brendshme dhe në radh të dytë bindjen nga jashtë për drejtimin e përgjithshëm. E rëndësishme është që votat e grupit parlamentar të jenë të diskutuara, të kenë reflektim. Pra patjetër që kur ti hyn dhe diskuton një temë të caktuar, apo një ligj të caktuar, apo një reformë të caktuar, ke bindjet e tua personale, që nganjëherë nuk janë 100% të përputhura me ato çka shkruhet aty. Kjo është arsyeja sepse në ligjet e caktuara deputetët kërkojnë amendime për ta përmirësuar, për ta çuar më përpara. Por është e rëndësishme që përtej bindjes personale të ketë edhe një dialog të brendshëm, një reflektim të brendshëm dhe një arsyetim se pse po shkojmë në këtë drejtim. Dhe mua më vjen shumë keq kur dëgjoj për shembull njerëz që thonë votoni me së mbyllur, jeni të rreshtuar. Unë besoj që socialistët nuk janë edhe aq të qetë. Janë njerëz që kërkojnë llogari dhe janë njerëz që mendojnë. Besoj që të gjithë politikanët e kanë këtë pjesë. Kështu që ne me grupin parlamentar ulemi dhe diskutojmë çdo javë. Çdo 3 javë ne ulemi me qeverinë përballë për të diskutuar për tema, për të kërkuar llogari dhe për të formuar bindje. Dhe besoj që procesi politik është i rëndësishëm që të ketë një balancë mes bindjes personale dhe bindjes që vjen nga arsyeja sepse ne po shkojmë drejt kësaj reforme. Dilemat janë normale, sigurisht, sepse atëherë i bie që do të ishim të automatizuar në vendimet tona. Por thash edhe një dialogu dhe reflektimi i përbashkët është ai që ka më shumë rëndësi. Para 2 javësh, ndoshta më pak, në Shqipëri ishte një mision monitorim nga Këshilli i Evropës. Për të parë se si ka progresuar Shqipëria dhe nëse Shqipëria vazhdon ende të mbajë pozicionin e një vendi që nuk monitorohet më nga Këshilli i Evropës. Ne kemi qenë nën skrutinitet për demokratizimin e vendit për mbi 2 dekada dhe para pak vitesh ne dolëm nga ky monitorim, çka do thotë edhe një lloj autonomie më tepër drejt demokratizimit. Një nga shqetësimet që Këshilli i Evropës ngre në raportet ka të bëjë me paraburgimet. Ne në mos gaboj jemi ndër vendet e fundit në Europë, po dhe më gjerë, për numrin e lartë të paraburgimeve, jemi shumë afër Rusisë. Çka do thotë që ne dim raste pafund ku njerëzit vuajnë paraburgimin, pa patur ende një proces, pa ju komunikuar ende diçka. Dhe kjo ka të bëjë me standardin e përgjithshëm.
Tani, kush do ta interpretoj këtë në terma politik, sigurisht që është i lirë ta bëjë këtë gjë. Po nga ana tjetër, nëse ne marrim shifrat dhe shohim që mbi 50% të rasteve në tërësi, nuk po them vetë rastet të profilit të lartë, po them edhe për rastet që kanë të bëjnë nga gjykatat e jurisdiksionit përgjithshëm, të cilat nuk kanë lidhje me spakun. Njerëzit vuajnë para burgimin, shkatrojnë jetë. Ka njerëz të cilët me një fjalë e kanë të pamundur që të gjejnë të drejtën e tyre. Janë familje të shkatruara. Besoj që kjo është një reformë e mirë, sepse në fund, nëse ne bëjmë një llogari, në fakt janë 2 llogari. E para, kush ja u kthen atyre njerëzve kohën mbrapsh, që koha është e paçmuar. E dyta, të jemi të sigurt që një pjesë e madhe atyre njerëzve që janë paraburgosur padrejtisht, do të bëjnë aksionin e tyre ligjor për të marrë dëshpërblimin, dhe kjo patjetër që do të jetë një kosto e madhe për shtetin shqiptar. Pra duhen menduar të gjitha këto me qetësi dhe me një refleksion të plot përpara se ne të fillojmë dhe të japim sentenca të gatshme në saj të luftës politike. Kurse mua më duket sikur kanë shumë produkt dhe më duket sikur njerëzit kanë nevojë për këtë komunikim. Njerëzit, unë e shoh dhe vetë kur shkoj në zonë, njerëzit kanë shumë nevojë për kontakt dhe për komunikim. Ne që jetojmë apo që zhvillojmë jetën politike në Tiranë, fatkeqësisht mbyllemi në një guack dhe e kemi perceptimin ton për gjërat, mendojmë se po i çojmë dhe po i komunikojmë gjërat përpara. Po ndërkohë ai njeriu aty në Lubonj ka nevojë që të shkosh, ta takosh, ta dëgjosh, jo vetëm ti thuash, por dhe ta dëgjosh nga ana tjetër. Se mund të ketë gjëra dhe ka gjëra të cilat duhen komunikuar. Kështu që të zbresësh në bazë është gjithmonë gjëja e dur. Është gjithmonë gjëja e dur për të komunikuar ato çka po realizohen, jo nga një tavolinë e ftohtë zyre, por nga ajo që thoni ju gjumë apo nga punët e Shqipërisë, kuvendimi e të tjera, bashkëqeverisja apo të gjitha emrat e fushatave që janë bërë. Besoj që është shumë e domosdoshme që njerëzit të ndjejnë kontaktin e politikanëve dhe kjo që kryeministri bën është efektive, sepse njerëzit pastaj dëgjojnë nga afër tema dhe çështje të cilat nganjëherë kanë humbur në atë perceptimin që thoni ju, i cili është me shumicë në mediat sociale dhe në rrjetet sociale, perceptimi negativ. Tani, unë i takoj atyre njerëzve që nuk dua të justifikohen. Dhe atyre njerëzve që nuk dua të nënvlerësoj çfarë thon njerëzit. Po nga ana tjetër është shumë e rëndësishme, gjithmonë e vërteta është diku në mes, nuk është asnjëherë në ekstrem. Dhe në mënyrë që ta sjellim të vërtetën në mes, ato duhen komunikuar sy në sy me njerëzit. Kjo nuk mund të bëhet dot nga Tirana. Sigurisht që kjo javë ka të bëjë ishte ekonomisë, sepse ne nuk mund ta mohojmë që jemi në një situatë shumë të vështirë gjeopolitike, ku kemi reperkursionet e një krize e cila po vazhdon po zhvillohet, ndonë se duket sikur është shumë larg. Në fakt, spazmat e saj vinë edhe në Shqipëri dhe në çdo ekonomi të botës. Ka patur patjetër problematikën e rritjes së çmimit të naftës, ka patur edhe rritje të çmimeve të produkteve, në mendimin tim në disa pjesë kanë qenë artificiale. Çka do thotë që tani kemi patur shumë debat dhe brenda grupit parlamentar dhe në kuvend, në parlament ka patur një interpelancë me ministrin e bujqësisë, lidhur me mënyrën se si qeveria do të vendosi një kufi për të mos arritur që të kemi një rritje të palogjikshme të çmimeve, kemi indeksimin e pagave, kemi indeksimin e pensioneve, pra mundësi dhe kalibrim për të menaxhuar këtë krizë. Dhe unë nuk besoj që ekonomia dhe pagat janë çështje jave, po janë çështje vazhdueshme e njerëzve. E rëndësishme është që njerëzit të ndjehen të sigurt, të mos kenë druajtjen e tyre për të shpenzuar, sepse ne e dimë që në momentin që ka një drojtje për të shpenzuar, pastaj edhe ekonomia fillon edhe vuan. Unë më ke kapur në një nga pjesët që
ri dhe e mendoj për ditë, sepse për ditë e shoh dhe për ditë më shkruajnë dhe për ditë them si do arrim që ajo korça që unë kam lënë kur i ka student, kur i ka me studime që gëlonte nga fëmijët në lagje të jetë njëjta gjë. Ato zonat përreth aq të bukura të jenë të shfrytzuara. Do ta filloj me udhëtimin. U desh që të kisha një tur, një mini punët për Shqipërinë të mijat për të vizituar zonat ku unë jam përgjegjëse që janë pjesa e Lubonjës, Vitkushit, Shtyllës, Panaritit, është kjo pjesa magjike e Korçës që unë do ftoja në fakt udhëtarët që ta eksploronin. Patjetër Derdha Voskopoja janë të mrekullueshme, po këto janë zona që e meritojnë. Dhe isha e mahnitur nga bukuria e natyrës dhe nga potenciali pa shfrytzuar aty. Kudo që unë ecja shija mundësi për të ndërtuar një bujtin të vogël, mundësi për të ndërtuar një punishte të vogël të Riçelit, për të ndërtuar një vend ku ti mund të shesësh mjaltin tënd bio, pa patur nevojë që ta tregtosh atë në qytet. Zonat të tëra që mund të zhvillohen, tokat të tëra që kanë ngelur me një fjalë të pashfrytzuara, ndonse aty njerëzit janë shumë punëtor. Vizitova këto vende dhe patjetër që ka ashtu si në të gjithë Shqipërinë, ashtu si në të gjithë Ballkanin që është tharë nga emigracioni. Ne kishim një statistik ku jo vetëm Shqipëria apo Serbia kishte 600.000 njerëz të larguar, Bosnia Hercegovina, Kroacia në kohën kur ishte në këtë moment që jemi ne pati një eksod, Rumania pati 3 milion brenda natës kur u bën antar të BE-s, po kjo nuk është për të justifikuar. Është për të thënë që është një fazë ku shqiptarët kanë nevojë tani që të arrijnë të kuptojnë dhe të kenë garanci për të rikthyer në vendin e tyre. Dhe sfida ime dhe jona më e madhe është për të dhënë atyre garanci që kur ti kthehesh në vendin tënd, investimi yt është i mbrojtur. Mundësitë tua janë më të lehtësuara, pra ti nuk ke një burokraci të vështirë për të ndërtuar një biznesin tënd të vogël dhe që shteti të mbështet. Sfida është për të krijuar atyre në radhë të parë sigurinë që investimi tyre është i sigurt. E dyta, për të dhënë atyre incentiva se çfarë do bëjnë ata nëse do të kthehen këtu. Sigurisht që njeriu ka nevojë të ketë një aktivitet të vazhdueshëm. Do më thuash që ky aktivitet është i garantuar në Francë, në Gjermani dhe në vendet e tjera. Unë kam qenë vetë studente jashtë dhe e di shumë mirë, edhe nga njerëzit që kam takuar aty. Kalon një jetë shumë vetmitare, ekstremisht vetmitare, në sensin e je i pa lidhur me një rrjet social. Dhe ne si qenie sociale, si njerëz, kur nuk jemi të lidhur me rrjetin social, sigurisht që mbyllemi. Pra, kalon një dimër shpirtëror dhe unë besoj që një pjesë e madhe atyre që janë larg nuk janë shumë të lumtur në nivelin shpirtëror. Nga ana tjetër, edhe ndonse punojnë dhe kanë garanci në punën e tyre, një pjesë e madhe atyre nuk kursejnë dot aq sa mund të thuhet për të patur një kursim të vazhdueshëm. Kështu që tani sfida jonë është që në radhë parë të krijohen të gjitha lehtësitë që ata që kanë dëshirë të vinë të ngrenë bizneset e tyre pa vështirësi. Për shembull, po flas për rrugën e Vitkushit që lidh Skraparin, që shumë pak njerëz e dinë. Ajo është një rrugë e mrekullueshme, një rrugë e vjetër karvanesh me një histori të jashtëzakonshme. Të ndërtosh një biznes aty për turizmin do të ishte arikulluar vetëm nëse do ndërtohej një rrugë. Dhe ne tani po përpiqemi, porosia që unë mora nga zona ishte ndërtimi i rrugës, me sa di ka një avancim shumë të madh për të realizuar këtë gjë, por besoj që duke ndërtuar infrastrukturën e nevojshme, duke dhënë incentivat e nevojshme dhe garancinë e nevojshme, ne do ta kemi këtë moment, do ta kemi momentin e rikthimit. Dhe kjo është sfida ime dhe jona personale, që ne të krijojmë kushtet që ata të kthehen, por të kthehen për të bërë diçka.
përpara se të shkojmë te integrimi, duhet të ecim me demokratizimin e vendit. Dhe që një vend të jetë demokratik, opozita është pjesë vitale, sepse të kesh një opozitë të fortë që kritikon, që reagon, që vepron, sigurisht që tregon shëndetin e një demokracie. Pra unë besoj që opozita është shumë e rëndësishme për vetë balancën demokratike të një vendi. Dhe sigurisht që është parakusht për integrimin, sepse kushti i fundit që Bashkimi Evropian vendos për vendet që duan të bëhen anëtare, ka të bëjë me koalicionin bashkëkombëtar, ku të gjitha palët, aktorët dhe faktorët pranojnë të hyjnë në Bashkimin Evropian. Dialogu politik sigurisht që është parakusht, sepse vendimet, siç e thoni ju, nuk mund të merren në mënyrë unilaterale. Ne dëgjuam akuza që nuk përfshihen, nuk janë të angazhuar. Megjithatë, statistika tregon që 23 ligjet e integrimit që ne kaluam në ato seancat e stërgjata, të cilat ishin të detyrueshme për të realizuar deri në një afat caktuar sipas Brukselit, nuk janë votuar nga opozita. Dhe argumenti që ne nuk e dinim që këto ishin ligje e integrimit nuk qëndron për një arsye shumë të thjeshtë. Ato ligje, në radh parë diskutohen, futen në kalendar, diskutohen nëpër komisione, dhe jo në një komision, po diskutohen në komisionin përgjegjës, në komisionin për dhënë mendimi, dhe kur relatori prezanton atë ligj, thotë ky ligj është kërkesë për përmbushjen e kritereve të Bashkimit Evropian. Pra, nëse do realisht të përfshiu tek substanca, tek thelbi i çështjes dhe jo tek forma, për t'i treguar njerëzve se sa nuk shkojmë ne me njëri tjetrin apo sa po e pengojmë ne njëri tjetrin për pjesën e integrimit evropian. Unë mendoj që të dyja palët duhet të jenë pak më konstruktive, sepse kemi përpara një projekt kaq të madh dhe kaq vital, dhe njerëzit duhet të kuptojnë që nuk ka asgjë tjetër përveç se Bashkimit Evropian dhe integrimit në Bashkimin Evropian që mund t'i garantoj Shqipërisë sigurinë. Dhe këtu nuk po flas për sigurinë ushtarake që ne e kemi me NATO, po flas për sigurinë ligjore, po flas për sigurinë ekonomike, po flas për stabilitetin e vendit. Pra, duhet kuptuar që në të gjithë të projekte madh që kemi përpara, nuk kemi kohë të zgjemi me njëri tjetrin. E di shumë mirë që betejat për pushtet në Ballkan janë ato që kanë predominuar prej shekujsh. Por jemi në një moment aq kritik, aq më tepër me të gjithë relievin gjeopolitik që po ndryshon, sa ne nëse u mbasim këtë shans, unë nuk e di çfarë do bëjmë. Ku do drejtohemi pastaj, çfarë do bëjmë me veten tonë. Të jesh në dy kaje të kundërt politik nuk të bën armik, të bën kundërshtar politik. Sepse dhe njerëzit e perceptojnë si armiqësi këtë pjesën e kundërshtisë politike që ke. Nuk është absolutisht armiqësi. Ne jemi një vend shumë i vogël, ne kemi lidhjet tona me njëri tjetrin, disa prej tyre janë edhe se ne dimë që në Shqipëri kudo që të kërkosh do gjesh ose kushurinj, ose krush, ose njerëz të afërt. Kështu që jo, nuk kemi të bëjmë me pjesën e armiqësisë, kemi të bëjmë me kundërshtar politik. Por besoj që është e rëndësishme që të shkëmbesh dy fjalë dhe të diskutosh mbi tema, sidomos kur je në një komision të përbashkët apo kur do të çosh përpara një çështje të përbashkët. Kështu që dialogu do duhet të ekzistojë, patjetër që ka një dialog mes palëve, sigurisht që kur kamerat janë të fikura, ky dialog është mirë relaksuar, sepse nuk ke atë monitorimin e njerëzve. Por nga ana tjetër mendoj që edhe kjo duhet të ndryshojë pak në politikën shqiptare. Pra duhet kuptojmë që ne jemi kundërshtar politik për ide, jo me njëri tjetrin. Duhet të dalim pak nga ajo politika e sulmit personal që nuk sjell absolutisht asgjë. Dhe njerëzit duhet kuptojnë që dhe nëse bashkëpunohet, patjetër që bashkëpunohet mbi temën dhe për të mirën e tyre. Të gjithë deputetët veteran sot kanë qenë dikur deputet të rinj. Dhe mendoj që deputetëve të rinj duhet dhënë pak kohë dhe duhet dhënë shansi që të tregojnë, të shpalosin veten e tyre. Është ende shumë herët. Ju do më thoni që 4 vite janë çfarë do ndodhi, po sigurisht që
Ato janë çështje në të cilat ti mëson të përmirësosh dhe të ndërveprosh sa kalon koha dhe më mirë. Unë besoj që personalisht, por edhe nga deputetët e rinj nga ana tjetër, ka një ur dialogu, sepse ne përpiqemi që të ketë një ur dialogu. Përtej polarizimit të madh të situatave, është e domosdoshme që ne të dialogojmë me njëri tjetrin, dhe besoj që kjo është sfidë edhe e brezit të ri në politik, nëse mund ta quaj brezi i ri në politik, sepse duhet të japim një model ndryshe. Brezi ynë është më i relaksuar dhe është brez që ka, domethënë, nga që ka patur një kontakt shumë të hershëm me botën e civilizuar europiane, kanë studiuar jashtë, e kanë parë si funksionon politika, e kanë të internalizuar dhe është shumë mirë kur ti e sheh atë në moshë të vogël, sepse arrin të krijosh disa pulse morale të cilat ti nuk i te kalon. Dhe besoj që ky është rasti dhe me kolegët e rinj. Çdo grua që merr përsipër të hyjë në politikë në Shqipëri, në vetvete kryen një gest heroik. Çdo grua në të gjitha kahet politike, sepse ne nuk duhet të fshihemi patriarkati në vendin ton, por edhe në të gjithë rajonin është akoma shumë i fortë. Dhe kur ju thatë atë që shumë gra transformohen dhe me i fjalë nuk sjellin qetësinë e tyre, kjo tregon që nganjëherë patriarkati mbahet gjallë edhe nga gratë, jo vetëm nga burrat. Pra këtë ne duhet ta themi. Por besoj që duhet të shtohen njerëzit dhe duhet të shtohen, nuk po them vetëm gratë, po të gjithë për të kuptuar që edhe pse ky është një terren shumë i vështirë, ekstremisht ky është sport ekstrem për dikë që realisht e merr me ndërgjegje. Futet në politikë duke patur aty një disbalancë shumë të lartë mes atyre që perceptohen si benefite, të cilat janë shumë të pakta krahasuar me dhimbjet e mëdha që ajo sjell. Dhe këto dhimbje të mëdha kanë të bëjnë që me mënyrën se si ti duhet të funksionosh në një ambient që është dizenjuar për të qenë një ambient mashkullor, se si ti duhet të ruash me fanatizëm kufit që duhet i vendosësh çdo ditë, se si ti duhet të ruhesh nga sulmet të cilat janë të shumëllojshme dhe që për fat të keq për gratë ngjisin. Se si duhet të ruhesh nga ajo që unë e quaj zhvlerësimi. Zhvlerësimi është një taktik psikologjike për të krijuar dobësitë e kundërshtarit. Dhe për fat të keq, një nga gjërat që ju bëhet grave në politikë, vetëm në Shqipëri, por kudo në botë, ka të bëjë me zhvlerësimin. Ti duhet ta provosh 3 herë, pra duhet të japësh 3 herë sforco për të provuar se sa vlen, krahasuar me një burr që merret mirëqen, që do të realizojë diçka vetëm se është burr. Kështu që në këtë kuptim unë besoj që gratë politik janë një nevojë shumë e madhe, sepse politika nuk ka të bëjë vetëm me debatin apo me luftën që ne shohim nëpër panele apo në studio, po ka të bëjë me shëndetin e gruas, ka të bëjë me gjithë pjesën e fëmijëve, të shkollave. Kur unë kam qenë në Këshillin Bashkiak të Tiranës, ato që ngrinin më shumë zërin për shkollat dhe për çertet ishin zonjat këshilltare. Ka të bëjë me ato elemente të jetës të cilat ne i kalojmë sikur janë të mirëshën, apo në fakt ato janë thelbi i jetës. Kështu që besoj që duhen kuptuar, besoj që gratë në politikë duhen kuptuar më shumë. Nuk dua viktimizim, nuk më pëlqen absolutisht fare viktimizimi, madje do i thosha diçka të gjitha kolegeve të mia që nuk duhet përdorë kjo që unë jam grua dhe meritoj në mënyrë të mirëqen respektin tënd apo mëshirën politike, absolutisht jo. Kjo është një garë dhe garat patjetër që kanë kërkesat e tyre. Por nga ana tjetër duhet që dhe ne ta ngrem pak nivelin dhe të jemi pak më të kuptueshëm edhe me koleget tona, edhe me kundërshtarët tona politike. Kur unë shikoj përplasje mes kolegeve të mia, siç ndodhi para 2 javësh në parlament, për mua është një dhimbje shumë e madhe. Sepse besoj që patriarkati do eksaktësisht të shohë këtë. Do të shohë gratë në politikë,
të cilat kur debatojnë, nuk debatojnë me parime, dhe pastaj ata të thonë ja e shikoni.